Antarja e Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara, Ruth Bader Ginsburg, filloi të punonte në fushën e drejtësisë në një kohë kur kishte shumë pak gra avokate. Ajo ka kushtuar një pjesë të konsiderueshme të karrierës së saj përmirësimit të barazisë për gratë. Korrespondentja e Zërit Amerikës Julie Tabo intervistoi gjykatësen Ginsburg për të folur mbi jetën dhe karrierën e saj të jashtëzakonshme. I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear. Më 10 gusht 1993, Ruth Bader Ginsburg u bë gruaja e dytë në historinë e Shteteve të Bashkuara që emëroi antare e Gjykatës së Lartë. Zonja Ginsburg vendosi të bëhej avokate kur ishte në vitin e 3 në universitet. Ajo ishte frymëzuar për ngjarjeve gjatë frikës së kuqe që kishte pushtuar vendin në vitet 50, kur amerikanët ishin të shqetësuar prej kërcënimit të Bashkimit Sovjetik. Në udhëheqjen e senatorit Joseph McCarthy, mira njerëz u akuzuan publikisht se ishin komunistë. Kishte avokat të zotë, të cilët po i ndihmonin këta njerëz dhe të cilët po i kujtonin senatit të hidhte një vështrim kushtetutës dhe pikërisht amendamentit të parë të saj. Nëse avokatët ishin në gjendje të ndihmonin për të rigjetur vlerat tona themelore, ai ishte profesioni që unë doja. Prindrit e zonjës Ginsburg nuk donin që e bia të studionte drejtësi, pasi ishin të shqetësuar se ajo nuk do të ishte në gjendje të gjente një punë. Por zonja Ginsburg ishte e vendosur. Pas përfundimit të studimeve universitare në Universitetin Cornell në vitin 1954, ajo u pranua për specializim në Fakultetin Juridik të Universitetit Harvard, vetëm pas vjet pasi atje filluan të pranoheshin femrat. Kur unë fillova atje, klasa kishte mbi 500 vetë dhe vetëm 9 prej nesh ishin femra. 2 vjet më vonë, bashkëshorti i zonjës Ginsburg filloi punë në New York dhe ajo u transferua tek Universiteti Columbia ku dhe përfundoi studimet në vitin 1959, por ashtu siç kishin parashikuar prindrit e saj, ajo u përball me një mjedis profesional të dominuar krejtësisht nga meshkujt dhe gjetja një pune ishte shumë e vështirë. Asnjë firmë në të gjithë qytetin e New Yorkut nuk ishte interesuar të më punësonte. Megjithatë, me ndihmën e një profesori, ajo arriti të siguronte një stazh. Pak më vonë, ajo filloi të jepte mësim në Fakultetin Juridik të Universiteteve Rogers dhe më pas në Universitetin Columbia. Në vitin 1972, zonja Ginsburg krijoi projektin për të drejtat e grave për të promovuar barazinë e grave dhe vajzave. Në atë kohë kishte shumë ligje që i jepnin privilegje burrave vetëm për faktin se ishin burra. Lenora Lapidus është drejtoreshe e projektit, i cili është një iniciativë e Bashkimit Amerikan për Liritë Civile. Në vitet 70, kur drejtonte projektin për të drejtat e grave, ajo solli në Gjykatën e Lartë shumë çështje njëra pas tjetrës për të vërtetuar se kushtetuta e ndalonte diskriminimin gjinor. 2 dekada më pas, Ruth Bader Ginsburg ishte antare e po asaj gjykate, e emëruar prej presidentit Bill Clinton. Sot, gjykatësja 78 vjeçare Ruth Bader Ginsburg thotë se ajo është munduar gjithmonë të bëjë çka beson se është e drejtë. Shpresoj të më kujtojnë si një person që e do shumë ligjin, që e do shumë vendin e saj, që do njerëzimin, që vlerëson dinjitetin e çdo individi dhe punon pa u kursyer duke përdorur të gjitha aftësitë e saj për ta bërë botën pak më mirë se ç'ishte kur ajo erdhi në të.